Janar, shkurt, mars, prill, mof. Në mars ka ndodhur masakrat, një ndër masakrat më të mëshme në përveç Mejës dhe në Kosovë është në Krusht të Madhe, që mbi 240 persona të masakruar dhe 64 të zhdukur ende sot. Por unë këmë pas fatin, thash nanën, këmë pas edhe nanën dhe babë, që i ka marrë fëmijët, ka marrë neve në mars, 2 javë para se me ndodhë kjo masakër, kemi pas fat, po dhe për shkak të, është bu e ditën, është ndëgju që po kërkohen fëmijët e Kushin Hodhe, po kërkohen fëmijët e Kushin Hodhe, dhe pastaj kanë pas edhe probleme, disa prej banorëve aty për ku janë fëmijët e Kushin Hodhe, dhe na ka dërgu në Shqipëri, prej Shqipërisë në Gjermani, prej Gjermanisë ne kemi emigru në atë kohë në Zvicër, kështu një 3 vjeç. Në Zürich të Zvicër. Në mars, në fillim të marsit, e keni i 3 prej apo 4 Kosovë, mars. kam mbrit nanat t'ju nxjerrë dhe t'ju shpëtoj. Këta kemi për shpëtimin, si duar trokitje. Pastaj, pak më i rritur, në Zvicër vazhdova shkollimin, pastaj, a? Pastaj edhe njëherë më ka pështu nana, falë që po më nana kështu në mënyrë shumë analogike, edhe njëherë më ka pështu nana dhe të tjerët që kanë qenë aty, në Zvicër, unë kam qenë fëmijë, pra po përsëris 11 vjeç, në këtë, kur kemi mbri në Zvicër, jo dëm ne, po gjithë i dërgojnë në lokacione ndryshme që quhen Heim, nuk di se si i thonë Shqip. Hajme përdorëm edhe kështu. Hajme përdorëm për gjithë shqiptarë. Edhe s'kina bo hajme, se s'kina pranu dhe të gjatë në jere. Në këtë, në kamp të mund të qëndrimit, a i ka qenë një kamp, nuk e di a ka qenë ushtarak, po e di që ushtarak kanë qenë aty. Dhe, po e të rëvën gjaren që më ka ndodhë. Unë si fëmijë, ose të gjithë fëmijët kanë qëndru me nanat, me vajzat, në katën e parë, burrat në katën e dytë. Diku rreth 12 një natës, 2 ushtarë kanë ardhur me marrën, se kënë se unë jam i rritur, 11 vjeç, dhe do të me shku në katën e dytë. Dhe nana ka qenë shumë insistuese, normal, jeta e ka bu kështu të tillë që me rujt fëmijët shumë, edhe me sakrifiku gjithçka të jetës vetë për fëmijët, ka ngajt mas neve, po derisa ajo ka ngajt në mas neve, ata më kanë shtim podrum. Jo në ka dytë kënë burrat, po e nisë me më dërgu në podrum, edhe pastaj kanë ngajt gjithë shqiptarë tjerë që kanë qenë aty, është bëhe madhe edhe më kanë liru. Pastaj u marrë vesh që ata kanë qenë sërbë. Sërbë të veshur ushtarë në Zvicër. Kjo 99-ën ka ndodhë në mars 99. Mars prill tash nuk e mbaj mend mo, sepse sa ka rrjedhë kjo koha deri se kam shkuar atje nuk e mbaj mend. Po, kjo ka ndodhë. Po pastaj në Zvicër kam qenë 5 vitet e para të shkollës i kam kryer në Krusht të Madhe dhe 3 vite gati, 2 vite gjysmë në Zvicër. Në Zvicër. Po, dhe pastaj me kthy. Pastaj u kthyt në Kosovë. Kthyem sepse ishin shumë arsye. Unë kam thënë edhe në takimet ndryshme që kemi me ambasadën e Zvicrës në Kosovë dhe tjerë individ që ne i takojmë, kuadër të punës tash që e bëj, që Zvicra, jo vetëm për mua, por për shumë shqiptarë është shtëpia e dytë. Janë qindra mijë njerëz që kanë jetu, ose me një apo tjetër formë janë të lidhur me Zvicrën. Mirë, po Zvicra i ka do politika pak interesant për emigrantët, i ka do politika pak interesant për jo shtetas të Zvicrës. Unë kam qenë student xhantës, shumë i mirë në atë kohë, sepse Zvicra ka nivele të ndryshme të studimit, sidomos të kësaj moshe, dhe mu më pëlqen dhe uroj shumë që të bëhet në njerë në Kosovë. Brenda disa muajsh kam arrit mi kalu ato 3 nivele, janë 3 nivele të shkollimit derisa të pranohesh në gjimnaz, kam arrit mi kalu dhe për shkak që isha emigrant, nuk më lejun me vazhdu studime tutje, normal më lejun se nuk ndalet, po kërkonim pare me pagu se që shpaguin të tjerët, mungesa pare dhe njona ka qenë arsyeja edhe dyta që më mërzitëm shumë, nana se të mos më mërzit shumë, por ne jemi popull shumë interesant, çdo ditë ankohemi çka hekim në këtë vend, po asnjëherë nuk mund të rrim për një kohë të qatë larg këtij vendi. E dojmë shumë. Na tërheq aty ku balta është më ëmbël se mjalta. Fiks, po. Fjala është e përshkruan kështu komplet ato çka ndjej vetëm unë, po mendoj që çdo shqiptar që është në Gyrbet ose s'paku ata që i kam taku unë gjatë jetës time e ndjejnë këtë, e kanë këtë, ndaj pavarësisht që jeta ata i sfidon dhe janë të obliguar
me qëndru atje, unë jam shumë i bindur që në mundësin e parë reale, sepse mundësi ka se cili, por reale, se cili për tyre do t'ishte në Kosovë këtu. Në Kosovë, sigurisht. Mirë, e kam pas mendu të nisemi në jetën tonë, po u futëm këtu dhe po vazhdojmë këtu. Gjatë kësaj periudhe, sigurisht ishi me syje me veshe, me çdo gjë, çfarë ka mund të ndodhë me babajnë. Babai lirohet me 16 maj, ditë e dielë. Po, babi kidnapohet, ose sepse dhe këto terma nga njëre bojnë diferencen, zhduket dhunshëm, ditën e diel, ditën kur nuk punon burgu, nuk punon administrata, merret nga burgu prej 2 guardianëve të ndryshëm dhe largohet prej aty. Dhe kjo është historia e vetme e vërtet që ne kemi zyrtare. Prandaj pastaj kanë qargullu shumë gjëra tjera. Këta që kanë qenë Bajrush Xhemajli e të tjerët, a i mbajnë men gardianët si emra? Po, Branko Komantina është njëri për tyre, Miki Vidic është një që ka qenë udhëhec i atyre parti, që të dy, me sa jam unë informuar, janë në Beograd, që të dy janë në pozita shtetërore të Beogradit, të Serbisë, dhe që të dy janë të lirë. Të dy janë të lirë. Po, dhe nuk pranojnë natyrisht me bisedu për këtë çështje, ose tentojnë me shfaqsu veten, sepse po mendoj në takime të ndryshme që para se me qenë në komision që është pyet Serbia për babin, ata e kanë një farë verzioni interesant që e kemi liru me 16 maja, ne nuk dim gjë për atë punë. Ka dalë edhe që nuk e beson asnjë fëmijë këtë punë. Jo. Është absurde. Por kur nuk ke pas bëj me një shtet kriminal, siç është Serbia, dhe me një pushtet aktual që është e njëjti që ka qenë 99-ën. Ministri i Informatave ishte. Fiks. Njeriu që kërcënohej që për një serb do të vriten 100 musliman. Fiks. Në Bosnjë. Ky ka qenë ministri i Informata, ky tjetri që është homologu im që kryeministri ka në deklaratë në Bruxelles që nuk mund të atakojmë si Kosovë, ky ka qenë i emëruar i Miloševićit drejtor për mbrojtjen civile. Ky si Odalović. Po mbajmë në mend emrin kriminal Odalović, absolutisht. Kështu që janë të njëjta struktura, nuk është që ka ndryshuar struktura, atje diçka është, janë të njëjtë persona dhe përderisa nuk ne fuqi nuk kemi, dhe këtë e pranojmë, po mendoj që me imponu Serbinë, me dhënë informacionin për babin dhe 1580 persona të tjerë të zhdukur, ne në vazhdimsi ose ndonjëherë mendoj që edhe bëhemi monoton edhe përmes juve, përmes mediave, po edhe përmes takimeve që kemi zyrtare me faktorin ndërkombëtar, mundohemi që me këto metoda të bëjmë një presion të vazhdueshëm ndaj faktorit ndërkombëtar që ata të ndërhyjnë për një të drejtë elementare të drejtën për të ditë. Ka kërkojmë ne. Komisioni im, po mendoj. Me ditë për fatin e tyre? Po, tash më qenë se po flasim për babin, unë si djalë ose motra ime, motra tjetër, ose halla, ose tjertë, kërkojmë me ditë ku është një person që është baba im, dhe asgjë tjetër, dhe në këtë kuptim, kjo është një drejtë shumë elementare, që edhe është ndërtu kjo demokracia në botë në Evropë, po që nuk e di, nuk mundën me thonë që s'po gjej mirë kuptimin, po që politika përfshin shumë gjëra dhe ndoshta prioritetet variojnë në Evropë dhe në botë dhe nuk kemi arrit ndoshta ende me pas prioritetin kryesor, vëmendjen e botës në çështjen person zhuk si prioritet kryesor. Andino është interesant, për shembull ju takoheni. A flisni drejt për drejt apo përmes me një komision të këtill, ju për të zhdukurit nga Kosova dhe se ju jeni tash në krye të këtij komisioni. Me Serbinë po Me Serbinë po. Po, unë nuk jam taku, të them të drejtën. As je taku asnjëherë. Ballë për ballë me Serbinë, unë kam marrë pjesë për shkak që Odalović është atje. Unë kam marrë pjesë në takimet në Bruksel,